Sot u nda nga jeta Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ish emiri i Katarit. Por ama, sot nuk është nda nga jeta vetëm një ish emir e për të bëja këtë video. Sot u mbyll jeta e njeriut që mori një në duar një gadishull të vogël, të rrethuar nga fuqi të mëdha dhe e shndroi atë në një nga qendrat më të rëndësishme në botë për energji, diplomaci, media dhe për financa globale. Kështu që Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani nuk trashëgoi thjesht vetëm udhëheqjen apo fronin e Katarit, por e ndërtoi nga ai vend i vogël një shtet të ri mbi themelet e një vendi që ishte në margjina, duke i treguar gjithë botës se fuqia e një shteti nuk matet vetëm me territor, me popullsi apo me ushtri, por edhe me vizion, me strategji dhe aftësi për të bërë një vend i domosdoshëm dhe shumë i nevojshëm edhe për fuqit më të mëdha të botës. Çfarë mësimi i mirë do të mund të ishte edhe për Kosovën? Kush ka mund ta imagjinonte se një vend kaq i vogël, me një popullsi vendase më të vogël se shumë qytete të botës, do të bëhej faktor pa të cilin sot nuk mund të kuptohen tregjet globale të gazit, negociatat për gazën, marrëdhëniet ndërmjet lindjes dhe perëndimit dhe botës arabe e madje as diplomacia moderne e lindjes së mesme. Pas këtij transformimi kaq gjigant të Katarit qëndron një njeri dhe ai është Sheikh Hamadi, udhëheqësi politik që kuptoi se pasuria nëntoksore nuk është e mjaftueshme si e vetme. Gazi do të shndrohet në kapital, kapitali në institucione, institucionet në ndikim dhe ndikimi në siguri kombëtare. Ky ishte vizioni i emirit të Katarit që sot u nda nga jeta. Në drejtimin e tij, Katari nuk ndërtoi vetëm rafineri, porte, aeroporte e rokaqej. Katari, në drejtimin e Sheikh Hamadit, ndërtoi edhe El Jazeerën, një media që theu monopolin informativ të regjimeve totalitare arabe, që e sfidoi botën me lajmërime dhe analizat të cilat rrallë diku në ndonjë televizion tjetër në botë mund t'i shihje. Ndërtoi Education City, ku universitetet më prestigjioze të botës hapën degët e tyre aty, pikërisht në Katar. Krijoi një nga fondet më të fuqishme të investimeve sovrane dhe shndroi Dohën në një kryeqytet ku takohen Amerikanët me Talibanët, Izraelitët me Palestinezët, perëndimi me Iranin. Thjesht Katarin e pati bë dhe e bëri një vend ku nuk u bë superfuqi ushtarake, por u bë diçka edhe më e rrallë se diçka e tillë. Një shtet i vogël që superfuqit nuk mund ta anashkalojnë në asnjë mënyrë. Megjithatë, kjo histori nuk është vetëm histori suksesi dhe lavdie e Katarit. Është edhe histori e një monarkie të centralizuar, i një sistemi ku pushteti mbetet në duart e një familjeje sunduese, e një ekonomie të mbështetur mbi miliona punëtor të huaj dhe e një politike të jashtme që herë është lavdruar si ndërmjetësim, e herë është kritikuar si lojë e rrezikshme me palë kundërshtare. Se cilat janë ato do t'i shpjegoj në minutat në vazhdim.
Prandaj, miq të dashur, sonte këtu, në këtë video, teksa po flas për liderin, ish liderin e Katarit, dhe Katarin si shtet gjigant, që arriti të bëjë nga asgjë, në një vend pa të cilin nuk mund të imagjinoheshin ndërmjetësimet e thella dhe të mëdha të politikave globale, sonte këtu nuk do të flas as si një lavdrim të verbal, por as nuk do të bëj kritik si përfaqësore vetëm sa për të thënë, por as nuk do të radhitem me ata të cilët Katarin si një vend arab dhe si një vend i lindjes së mesme, si një vend musliman, e shohin gjithnjë me thumë të kritikës. Sonte këto, me izën e Allahut, do të analizojmë një nga eksperimentet më të jashtëzakonshme të shtetëndërtimit në historinë moderne, jo vetëm në vendet arabe. Siç kam thënë shumë herë më parë, temat e këtilla, të cilat i përzgjedhi për t'i ndarë me ju, kanë edhe konotacionin dhe përmbajtjen e një burimi, nga i cili do të mund të merrnin mësim edhe shqiptarët e në rastin konkret ne si Kosovë. Që në start pra dua të shtroj një pyetje shumë të rëndësishme. Si arriti Sheikh Hamad bin Khalifa El Thani ta shndronte këtë shtet të vogël, dikur të varfër dhe periferik, në një vend me të ardhura ndër më të lartat në botë dhe me ndikim shumë më të madh se sa madhësia e tij demografike dhe gjeografike. Çfarë mund të mësojnë Shqipëria dhe Kosova nga modeli i Katarit? Çfarë marrëdhëniesh ndërtoi Katari me shqiptarët? Çfarë ndihmash dha dhe pse ne ende nuk kemi arritur ta shndrojmë miqësinë tonë me Dohën në një partneritet të madh ekonomik dhe strategjik. Sonte pra, në këtë video, do të flasim për njeriun, për shtetin dhe për strategjinë që e bëri Katarin të vogël në hartë, por gjigant në politikat ndërkombëtare. Një hapësirë të veçantë këto dua të ja jap edhe raporteve midis Katarit dhe Turqisë, të cilat konsiderohen një aleancë e jashtëzakonshme dhe tepër e ngushtë midis Dohas dhe Ankaras zyrtare. Kjo marrëdhënie midis këtyre dy vendeve nuk është vetëm tregtare apo diplomatike. Ajo është ndruar në një partneritet strategjik, ushtarak, ekonomik dhe politik. Doha dhe Ankaraja kanë ndërtuar gjatë 2 dekadave të fundit një bashkë të veçantë në lindjen e mesme, të mbështetur në interesat të përbashkëta, në perceptime të ngjashme për shumë kriza rajonale dhe globale, dhe në besim personal ndërmjet familjes El Thani dhe udhëheqjes së lartë politike turke në Ankara. Katari ka investuar dhjetra llogaritet se janë mbi 200 miliard dollar në ekonominë turke, ndërsa Turqia ka ofruar Katarit diçka që parat nuk mund të blejnë lehtë: sigurinë strategjike në momentin e rrezikut më të madh ekzistencial të Katarit. Kjo, për të cilën po flas tani, është po qartë në qershor të vitit 2017. Ju kujtohet, atëherë kur Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrejni dhe Egjipti ndërprejnë të gjitha marrëdhëniet me Katarin dhe vendosën ndaj tij bllokadë toksore, ajrore dhe detare. Katari ato ditë
u gjend përballë një rreziku të madh ekonomik, politik dhe ekzistencial, sepse rreth 50% të furnizimeve të tij ushqimore kalojnë më parë përmes kufirit toksor me Arabinë Saudite. Në atë moment historik, Turqia reagoi në mënyrë të menjëhershme dhe shumë të mençur. Dërgoi ushqime me avion dhe anije, hapi korridore alternative furnizimi, përshpejtoi vendosjen e trupave turke në bazën ushtarake në Katar dhe, natyrisht, refuzoi kërkesën e vendeve bllokuese që ajo bazë të mbyllej menjëherë. Ishte goditja e dytë më e madhe që Turqia i pati dhënë Egjiptit e në rastin konkret dhe mëndjeshëm Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite. Prandaj, miq të dashur, për Katarin, Turqia nuk është vetëm një shtet mik. Në verën e vitit 2017, ajo u shndrua në një garanci të mbijetesës politike dhe strategjike për Katarin. Blokada në vend që ta izolonte Katarin dhe ta dërmonte për jetë, e ofroi edhe më shumë me Turqinë dhe shndroi aleancën Ankara-Doha në një nga boshtet më të qëndrueshme të politikës bashkohore në lindjen e mesme. Marrëdhënie më intime, më të ngjizura Turqia mund të ketë vetëm me Pakistanin. Sot, pra me 12 korrik të vitit 2026, konfirmohet vdekja në moshën 74 vjeçare e ish emirit të Katarit, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, njeriu i cili e bëri Katarin ashtu siç e përshkrova në këta pak minuta. Katari shpalli zi kombëtare. Mediat e njohura në botë sot gjithandej e përshkruan Al Thanin si udhëheci që e shndroi Katarin nga një monarki e vogël dhe relativisht periferike e gjirit persik në një aktor ekonomik, diplomatik, mediatik dhe strategjik me ndikim global. Shqipëria nëpërmes gojës dhe shkrimit lapsit të Edi Ramës i shprehin ngushëllimet më të thella Katarit, duke i përshkruar raportet midis dy vendeve si shembullore, e që dihet në fakt se vizioni i Edi Ramës në raport me Emiratet, me Katarin dhe Arabinë Saudite ka qenë dhe është vazhdon të jetë një vizion shumë i qëndrueshëm nga ku ka përfituar sidomos Shqipëria. Për këtë kapitull do të flas ka fundi i videos, se a i ka dërguar ende Kosova mesazh ngushëllimi Katarit dhe a ka lajmëruar Dohan se dikush nga Kosova do të merr pjesë në varrimin e ish emirit të Katarit, unë deri në këto momente nuk kam arrit të gjej në asnjë media dhe në asnjë portal të Kosovës. Sido që të jetë miq, rëndësia historike e Sheikh Hamadit nuk mund të kuptohet vetëm përmes viteve gjatë të cilave ai e mbajti titullin emir, nga vitin 1995 deri në vitin 2013. Por, do të analizuar këtë përmes ndryshimit strukturor që pasoi Katari gjatë sundimit të tij. Si thash pak më parë, nga një shtet i varur kryesisht nga të ardhurat tradicionale të hidrokarbureve në një shtet strategjik që përdor njëkohësisht gazin natyror,
investimet ndërkombëtare, diplomacinë ndërmjetësuese, median, arsimin, sportin dhe kulturën si instrumente të fuqisë kombëtare të Katarit. Në këtë kuptim, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani nuk ishte vetëm një udhëheqës, një sundimtar i Katarit, por e nënvizoj, ai ishte arkitekti i modelit bashkohor të shtetit të Katarit, një model shembull që do të duhej dhe do të dëshironin shumë vende të botës. Po, kush ishte Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani? Pak minuta për jetën e tij, pastaj e vazhdojmë formatin e shpjegimit të rastit. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani lindi në vitin 1952 në Doha, në familjen sunduese Al Thani. Ai u arsimua fillimisht në Kastar e më pastaj në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst në Britaninë e Madhe. Me 27 qershor të vitit 1995, derisa babai i tij, emiri Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, ndodhej jashtë vendit për një vizitë zyrtare, Sheikh Hamadi, i cili vdiq sot, mori pushtetin përmes një ndryshimi brenda familjes sunduese, të përshkruar zakonisht si grushtet pa gjakderdhje. Babai i këtij Hamadit të vdekur sot kishte sunduar Katarin nga viti 1972 deri në vitin 1995, kur rrëzohet nga Ibiri, dhe kishte ndërmarrë hapa të rëndësishëm në organizimin institucional, në arsim, në administrimin e të ardhurave të naftës dhe në fillimin e investimeve strategjike që po bëheshin në Katar nga jashtë dhe të Katarit jashtë vendit. Megjithatë, megjithëse që babai ishte vizionar, me ardhjen e Sheikh Hamadit filloi një fazë krejtësisht tjetër. Ai e kuptoi shumë mirë se pasuria natyrore në vetvete nuk garanton sigurinë dhe ndikimin afatgjat të një shteti të vogël. Pasuria do të shndrohet në kapacitet shtetëror, në aleanca ndërkombëtare, në kapital financiar global, në reputacion diplomatik, në institucione arsimore e kulturore, në ndikim mediatik dhe në dukshmëri të kfjellët dhe vendimmarrëse ndërkombëtare. Ky ishte thelbi i projektit politik të ish emirit të vdekur sot. Në vitin 2013, në një veprim shumë të rrallë, i pari dhe i vetmi në vendet arabe të Gjirit, i rrallë natyrisht për monarkit e lindjes së mesme, Sheikh Hamadi, që ky ka vdek, vullnetarisht i adërzon pushtetin të birit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, që është tani emir i Katarit. Ai i gjatë, përmi 2 metra më duket është. Ky transformim i kontrolluar shmangu krizën e trashëgimisë dhe tregoi se familja sunduese e Katarit po synon vazhdimsinë e sistemit, por edhe renovimin brezor të elitave politike aty. Pas abdikimit, Sheikh Hamadi mbajti titullin emiri Father Emir është quajtur, duke mbetur kështu
figurë simbolike dhe referencë historike e shtetit, ndënë se drejtimi ekzekutiv kaloi te Sheikh Tamimi. Shiqoni te kombet me traditë të thellë historike si ruhen, si përdoren për të mirë dhe si shfrytëzohen kapacitetet njohëse të politikanëve të kaluar, edhe nëse janë rrëzuar apo në rastin konkret nëse e kanë dorëzuar pushtetin në mënyrë të vullnetshme. Përdorimi, shfrytëzimi i kapaciteteve, i aftësive dhe përvojave të gjeneratave më të vjetra, paraprake, politike, akademike, është simptom dhe shenjë e njerëzve, e kombeve të cilat kanë vizion të shtet formimit, ndërsa në shtetet të cilat nuk marrin vesh asgjë, i kaluari mbetet i kaluar, ose shpallet i panevojshëm, ose armik, ose shpion, gjithsesi i mbyllen të gjitha dyert dhe dritaret e komunikimit të tij me shoqërinë dhe të shoqërisë për të shfrytzuar kapacitetet dhe përvojat e të kaluarve. Nëse e shikojmë historinë e Katarit si shtet, po i themeluar në vitin 1972, por ai rajon është pjesë e cila ka prodhuar dhe i ka ofruar botës dinastit më të fuqishme në histori dhe që kanë krijuar civilizimin më të madh dhe më të njohur që ka pas njerëzimi, civilizimin islam. Historia e Katarit. Katari, territori i Katarit, ka qenë historikisht pjesë e rrjeteve tregtare dhe detare të gjirit persik. E keni parasysh hartën e Katarit aty. Popullsia vendase është marrë kryesisht me peshkim, me tregti detare, me zhytje për perla, njëjtë kështu edhe në Emirate ka qenë para zbulimit të naftës, është marrë me blegtori nomade dhe me ndërmjetësim tregtar, ndërmjet gadishullit arabik, arabëve aty, persianëve dhe indis më tutje. Para zbulimit të naftës, pra, ekonomia e perlave që janë nxjerrë nën ujë në berigjet e detit të Katarit ishte një nga burimet kryesore të ardhurave të popullit të asaj zone që quhet sot Katar. Kriza botërore e viteve 1930-1934 dhe më pastaj zbulimi e përhapja e perlave artificiale të kultivuara në Japoni e goditen edhe më rënd, edhe më shumë ekonominë tradicionale të Katarit dhe të shteteve të tjera të gjirit. E dini, Japonia e zë vendin e parë në botë me prodhimin artificial të atyre ingjive, të atyre perlave që përdorën për zine, për zbukurim të grave. Nëjse, familja Elthani fiton gradualisht përgjatë historisë një epërsi politike, sidomos në shekullin 19. Gjyshi Sheikh Qasim bin Muhammed Elthani, i konsideruar themeluesi i shtetit modern të Katarit, më pastaj konsolidoi në mënyrë tepër strikte autoritetin e familjes dhe kundërshtoi përpjekjet për kontrollin e jashtëm të Katarit. Dita kombëtare e Katarit, 18 dhjetori, lidhet pikërisht me trashëgimin e Sheikh Qasimit. Në fund të shekullit 19, Katari hyn formalisht
në sferën e perandërisë osmane, por autoriteti osman në teritorin e Katarit dhe të Kadishullit arabik mbetet i kufizuar dhe shpesh varej nga marrëdhëniet me elitat lokale. Ata të cilët e kam përcjell videon, të cilën e patabë për familjen El Saud, për krijimin e Arabisë Saudite, raportet e saj me botën, me Izraelin, me Shëban, dhe kush është familja El Saud, atje kam shpjeguar se perandoria osmane nuk e ka pa aq zonë të rëndësishme brendësinë e Gadishullit arabik. Është interesuar vetëm për brigjet e Gadishullit, që këtë më pastaj britanezët e shfrytëzojnë shumë mirë dhe organizojnë fise dhe kabile arabe brenda Gadishullit arabik, apo Hijazit, apo më vonë siç do të quhet Arabia Saudite, pra Arabia e Sauditeve, Arabia e filan familjes, dënë të thëtë në gjuhën Shqipe, i organizon ata dhe e marrin flamurin e përzënjes e dëbimit e që besa më pastaj edhe të shpërbërjes së perandoris osmane. Fillimisht ikje, largim, dëbim nga Gadishulli arabik dhe më pastaj fundin e saj e dinit të gjithë. Pas tërheqjes osmane nga Xhiri dhe ndryshimeve të shkaktuara nga lufta e parë botnore, Katari më pastaj vendoset në mbrojtjen britanike. Si shkon perandoria osmane aty, arabët mendojnë se ata do të jenë mbretërit dhe të zotët e vendeve të tyre, hop shklop Britania e madhe aty. Tash e tutje, Britania do të kontrolloj kryesisht politikën e jashtme dhe të sigurisë, ndërsa familja El Thani merret me ruajtjen e autoritetit dhe të sigurisë së brendshme. Nafta në Katar u zbulua para luftës së dytë botnore, ndërsa eksportet filluan pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Katari e shpall pavarësinë me 3 shtator të vitit 1971, njëjtin vit sikur edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Megjithatë, Katari nuk ju bashkua federatës që më vonë do të quhet Emiratet e Bashkuara Arabe, nën udhëheqjen e Sheikh Zayed, por dëshiron që të jetë shtet në vete apo emirat në vete dhe Katari nuk bashkohet me Emiratet e Bashkuara Arabe. Në vitin 1972, Sheikh Khalife bin Thani mori pushtetin dhe e udhëheci procesin e zgjerimit dhe të konsolidimit institucional të shtetit. Gjatë periudhës së tij u riorganizua administrata, u zhvilluan shkollat dhe universiteti i parë, si dhe u lidhen marrëveshje të reja për prodhimin dhe tregtimin e hidrokarbureve. Megjithatë, transformimi më i madh i Katarit fillon pikërisht në vitin 1995, pikërisht në kohën kur Katarin do të fillojë të udhëheqë Sheikh Hamad bin Khalife El Thani, i vdekur sot, për të cilin bëj dua tek Allahu i Madhërisht për rahmet dhe magfiret dhe për shpërblim në Jannatul Firdaus. Merita më e madhe ekonomike e periudhës së Sheikh Hamadit ishte
zhvillimi i rezervave të jashtëzakonshme të gazit natyror të Katarit, veçanërisht fushës së madhe detare që njihet si North Field, e cila fushë falë zbulimeve të gazit aty dhe eksportimit të gazit do të ndikon edhe në zhvillimin total të ekonomisë globale. Vendimi për të investuar në kapacitete kaq të mëdha të gazit natyror të lëngshëm, i njohur si LNG, ndryshon përgjithmonë ekonominë e Katarit. Në vend që të mbetej vetëm eksportues rajonal i energjisë, dhe vizionin, Katari krijoi impiante të mëdha të lëngëzimit të gazit, flot të specializuar transportuese ndër më të njohurat në botë, terminale ndërkombëtare, kontrata afatgjata me konsumator aziatik dhe evropian dhe e krijon një zinxhir global furnizime, pa të cilin bota sot do të ishte krejtësisht ndryshe. Gjatë sondimit të Sheikh Hamadit, pra, Katari u ngrit ndër eksportuesit më të mëdhej të LNG-s në botë. Pikërisht të ardhurat nga ky sektor financuan pjesën më të madhe të modernizimit të shtetit, të arsimit, të edukimit, të universiteteve dhe instituteve kërkimore ndër më të njohurat në botë. Investime bën edhe jashtë vendit dhe natyrisht shndruan politikën e jashtme si një element bosht i shtetësisë së Katarit dhe një fuqi aktive ndërkombëtare të cilën do ta dëshironin edhe shtetet më të fuqishme të botës. Shikuar nga perspektiva analitike, Sheikh Hamadi e kuptoi një të vërtet themelore, që është mësim edhe për shqiptarët e për Kosovën në veçanti. Nafta mund të krijojë pasuri, por gazi i lidhur përmes kontratave afatgjata krijon edhe varësi strategjike ndërmjet shteteve. Konsumatorët e gazit të Katarit nuk janë vetëm klient, por janë edhe partner të interesuar për sigurinë, stabilitetin dhe vazhdimsinë e shtetit të Katarit dhe të vendeve të lindjes së mesme. Të gjitha këto, Katari i pa, jo vetëm nga perspektiva e përfitimit material të një resursi që e ke, por atë ta shndron në një dinamizëm, në një fuqi diplomatike, për ta vendosur Katarin në marrëdhënie ndërkombëtare shumë më lart se sa do të mund ta vendoste vetëm pasuria e tij. Në vitin 1996, dëgjojeni këtë, gjatë udhëheqjes politike të Sheikh Hamadit, u themelua rrjeti televiziv El Jazeera. Ky institucion, që është një nga eksperimentet më të rëndësishme mediatike në historinë moderne të mediave. El Jazeera, kjo hapësirë televizive, dominohej kryesisht dhe dominohet nga një strukturë superiore, profesionale e njerëzve të cilët nuk ndikohen fort nga politikat e vendit, por kanë vizion mediatik, që El Jazeera, si që ka qenë vizioni në fillim, e si që është edhe sot, të vazhdoj si një medium i pavarur, që promovon mendimin e lirë dhe informon arabisht folësit, anglisht folësit dhe të gjuhëve të tjera në një hapësi gjeografike të mëdha e me një demografi afër 2.5
5 miliard njerëzish. Pra, Al Jazeera solli diçka të re në botën mediatike të ndrydhur arabe. Solli debate politike të drejt për drejta, hapësirë për opozitar dhe disident të flasin aty si nga shtëpia e tyre. Raportim nga zonat konfliktuoze të tragedive dhe zonat e luftës, përballje ideologjike dhe natyrisht përjetoj kritik ndaj kritik nga shumë vendet arabe. Al Jazeera thjesht u bë një burim i jashtëzakonshëm i fuqisë së butë të Katarit. Përmes saj, një shtet me një popullsi relativisht të vogël arriti të ndikojnë në agjendën politike të qindra miliona arabëve. Megjithatë, jo çdo e mirë i ka veç të mirat. Kjo politik prodhoi edhe kundërshtime të mëdha. Dëgjoni tash, qeveria e Egjiptit, e Arabisë Saudite, e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe shteteve të tjera e akuzuan dhe e akuzojnë edhe më tutje Katarin se Al Jazeera në fakt e përdor shteti i Katarit si instrument politik dhe se po mbështet disa lëvizje islamiste, veçanërisht vllazërinë muslimane që është e dëmshme për monarkitë dhe regjimet arabe edhe të sot e tutjeshme. Prandaj, trashëgimia e Sheikh Hamadit në media është e dyfisht. Al Jazeera nga një anë ishte një dritare e pluralizmit arab, por njëkohësisht edhe instrument i fuqisë strategjike të shtetit të Katarit. Shikuar nga perspektiva politike, Katari është monarki trashëgimore, e drejtuar nga familja El Thani. Emiri është kreu i shtetit, është komandant suprem i forcave të armatosura, është autoriteti ekzekutiv, kryesor dhe strategjik. Emiri aktual, që është tani Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e merr pushtetin në 2013 dhe fare pak, nëse asgjë nuk ndryshon në politikat e deritanishme të sistemit politik të shtetit të Katarit. Sistemi i Katarit përmban institucione qeveritare, ka një këshill ministrash dhe këshillin e shura, si një parlament të thëmë. Por, pushteti përfundimtar mbetet i përqendruar të emiri dhe të familja sunduese. Nuk ekziston në Katar një sistem shumë partijak i ngjashëm me demokracitë parlamentare perëndimore. Kushtetuta e përhershme e miratuar me referendum në vitin 2003 dhe hyrë në fuqi në vitin 2005 përcakton struktura bazë institucionale, parimet e shtetit dhe funksionimin e këshillit të shura. Megjithatë, pluralizmi politik, konkurenca partijake dhe qarkullimi i pushtetit përmes zgjedhjeve mbetet i kufizuar në Katar. Modeli politik i Katarit mund të përshkruhet si një monarki zhvillimore dhe paternaliste. Legitimiteti i regjimit mbështetet në disa shtylla. 1. Autoritetin tradicional dhe fisnor të familjes El Thani. 2. Shpërndarjen e të ardhurave nga hidrokarburet. 3. Ofrimin e shërbimeve publike dhe të mirëqenjes, sigurin e brendshme, modernizimin ekonomik dhe natyrisht prestigjin. Sheikh Hamadi ndërton një politikë të jashtme
që mund të përshkruhet si strategji e mbijetesës përmes domosdoshmërisë ndërkombëtare. Katari është një shtet i vogël, edhe Kosova e vogël, i vendosur ndërmjet fuqive shumë më të mëdha. Përballë tij, anën tjetër të detit është Irani, ndërsa në jug kufizohet me Arabinë Saudite. Në vend që të mbështetej vetëm në një aleat, Doha zyrtare ndërton marrëdhënie paralele me aktor shpesh kundërshtar mes vete dhe kjo asgjë nuk i pengon. Një përgjigje për pseudo-analistët dhe pseudo-njohësit e politikës tek ne në Kosovë. Thjesht, Katari ndërton raporte paralele me aktor kundërshtar mes vete, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Iranin, me Turqinë, me vendet evropiane, me lëvizje islamiste, me autoritetin palestines, me Hamasin dhe me aktor të ndryshëm në konflikte rajonale. Por unë e di se për ta bërë kështu do në dy sende. Do të fuqi dhe më shumë se kaq do të njohje, do të trum, do të rezon diplomatik e udhëheqjes politike. Në teritorin e Katarit miq, ndodhet baza ajrore El Udeid, një nga qendrat më të rëndësishme ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Njëkohësisht, Katari ruan marrëdhënie funksionale shumë të forta me Iranin, me të cilin ndan fushën më të madhe të gazit. Ky ekuilibër natyrisht nuk është gjithmonë pa pasoja, pa të them kontradikta, por pikërisht aftësia për të komunikuar me palë, që nuk komunikojnë drejt për drejt mes vete, e bën Katarin ndërmjetës shumë të nevojshëm dhe të rëndësishëm në për konfliktet të ndryshme në botë. Në vitet e fundit, Doha ka luajtur një rol ndërmjetësues në çështjen që lidhet me Afganistanin, me Gazën, me Rusinë, me Ukrainën dhe me konflikte të ndryshme dhe të vazhdueshme në Afrikë. Pra, Katari nuk e shndroi fuqinë ekonomike të vetën në fuqi ushtarake klasike, por e shndroi në fuqi ndërmjetëse dhe e bëri faktor shumë të rëndësishëm në botë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Një gjë tjetër që dua ta përmendi këto është edhe Sheikha Moza, gruaja e qëtij ka vdek, nana e Tamimit që është tani, ka luajtur një rol permanent në promovimin e vlerave arabe, islame dhe të Katarit në veçanti. Kjo grua, që konsiderohet në tokat arabe një ndër gratë më të bukura të Gadishullit, udhëheq fondacione, universitete, lëvizje, institute dhe barra intelektuale, ose vizioni intelektuale, akademik, edukativ, kulturor i Katarit ka qenë përgjithësi e organizmit të cilën e ka udhëhequr Sheikh Moza. Ajo është që e ndërton atë Education City në Katar, në të cilin kanë filiale universitetet më të njohura të botës. Ajo çka mua më intereson këto është marrëdhëniet tani, me që folëm për Katarin dhe për rahmetlien, ish emirin e vdekur sot, marrëdhëniet e Katarit me Shqipërinë. Si janë, si kanë qenë dhe a janë shfrytzuar këto kapacitete sa dohet. Marrëdhëniet Katar-Shqipëri janë zhvilluar në fusha diplomatike, ekonomike, humanitare dhe kulturore. Katari ka ofruar, unë thash në fillim, vizioni i Edi Ramës në raport me diplomacinë, me funksionalizimin e trunit diplomatik shqiptar,
është number one. As një kryeministër i deritanishëm në Shqipëri nuk ka mujt me e prezentu vlerën shqiptare dhe Shqipërinë si që ka prezentu Edi Rama. Her me patikat bardha, her me do veshje, her me do format të ti personale që janë tipike të Edi Ramës, por ka rrit që Shqipërinë e dikurshme si një vend i komunizmit, vend armik i botës arabe, ta shndron në një vend të rëndësishëm edhe për marrëdhënie diplomatike ekonomike, por edhe për investime të mëdha, pa dasht me hyje te çështja e Zvërnecit. Katari miq ka ofruar ndihma humanitare për Shqipërinë, sidomos gjatë kohës së Covidit, por edhe për tërmetin e vitit 2019, si dhe për financimin e aktiviteteve të organizatave humanitare të Katarit që janë në gadishullin balkanik e sidomos në Kosovë dhe Shqipëri. Megjithatë, miq, në aspektin ekonomik ekziston një dallim i madh ndërmjet potencialit dhe realizimit midis Katarit dhe Shqipërisë. Marrëdhëniet politike janë të mira, por investimet e mëdha strategjike nga Katari në Shqipëri kanë qenë më të kufizuara nga sa është pritur nga deklaratat zyrtare të qeveritarëve në Shqipëri. Shqipëria mund të jetë interesante për Katarin për disa arsye. Një, pozita në Adriatik, afërsia me tregun e Bashkimit Evropian, turizmi bregdetar, potenciali bujqësor dhe roli i Shqipërisë në politikat balkanike. Po me Kosovën, Katari e nje Kosovën me 7 janar të vitit 2011 duke u bë shteti i 73 që e nje pavarësinë e Kosovës. Kjo njohje ka pas një rëndësi të veçantë sepse vinte nga një shtet me ndikim të madh në botën arabe islame dhe gjithandej në Azi. Doha gjithashtu ka mbështet përfshirjen ndërkombëtare të Kosovës dhe ka votuar në favor të antarësimit të Kosovës në institucione të rëndësishme financiare. Kosova e hap ambasadën në Doha në vitin 2019 duke krijuar kështu bazën institucionale të marrëdhënieve më të strukturuara politike, ekonomike dhe konsullore diplomatike në përgjithësi. Katari ka investuar në Kosovë, ka ndihmuar në Kosovë nëpërmes organizatave Qatar Charity dhe të ngjashme, sidomos në kohën e pandemisë, por ajo çka unë e dije më së miri është se politika, diplomacia, Ministria e Jashtme e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë nuk ka arrit, sefte nuk ka ditë, e ndoshta edhe nuk ka dashur që t'i shfrytëzoj afinitetet e këtyre vendeve mike dhe shumë të domosdoshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka ditë apo edhe nuk ka dashur që t'i shfrytëzoj lidhjet e Turqisë me vendet arabe të lindjes së mesme, të rëndësishme edhe për Amerikën dhe të rëndësishme edhe për Turqinë. Në rastin konkret, kompanitë kosovare duhet të vepronin si subkontraktore në Katar, shumë ma shumë se që është arrit deri më tani, duke shfrytzuar potencialin dhe lidhjen e Turqisë me Katarin dhe njëjtë kështu edhe me Libin dhe vendet e tjera. Deri në një video tjetër, mirëmbëjtje.